Dakord. Propozimi për TVSH të reduktuar për produktet e shportës u shoqërua me debate të forta në Komisionin e Ekonomisë. S'duhet hap vesh njerëzit, se s'po prekin gjë njerëzit. Më fal. Patjetër. Po, edhe sport është ajo. Po, produkti më i rëndësishëm. Zoti Meta, Zoti Meta. Po, dakord. Dy propozuesit e nismës, deputetët Erisa Xhixho dhe Tedi Blushi, argumentuan se shkalla e reduktuar e TVSH-s prej 5% do të aplikohet për produktet bazë si buka, vezët, perimet dhe ushqimet të tjera si një masë ekonomike dhe sociale për të ulur çmimet. Shqipëria aplikon sot TVSH-n tati mbi vlerën e shtuar prej 20% për ushqimet e shportës, më e larta në rajon dhe ndër më të lartat në Europë. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e mazhorancës dhe të Ministrisë së Financave shprehen kundërshtime ndaj nismës, duke argumentuar se qeveria po punon për një paketë më të gjerë dhe afatgjat për uljen e kostës jetesës. Ne vetëm në vitin 2024, për shkak të reduktimeve të ndryshme që bëjmë në tatimin e vlerës së shtuar, kemi një mungesë në thonjza të ardhurave tatimore brenda këtij viti. Të kemi një draft, dy drafte në fakt, qoftë për TVSH-n, qoftë për akcizat, që do duhet të veprojnë në 3 drejtime. Së pari, do duhet të shoh cilat janë sektorë për të cilat masat e reduktuara mund të vazhdojnë për një periudhë tranzitore edhe pas integrimit në Bashkimin Evropian, duke patur parasysh pastaj hapësirat e lirisë që krijohen, ndihmesat për shtresat në nevojë do të jepen nëpërmjet drejtimeve të tjera. Një tjetër nismë e deputetes Jurida Tabaku për rikthimin e një takse më të ulët për prodhuesit e vegjël të birrës u rrëzua në komision. Në përfundim, projekt ligji për TVSH-n e reduktuar për produktet e shportës nuk u miratua në komision pasi u rrëzua nga votat e deputetëve të mazhorancës.